e thoshte Ibn Abasi, kush i dëshpron robërit e Allahut nga pendimi, ai vetëm se e ka mohu librin e Allahut azza wa jall. Kush i dëshpron robërit e Allahut që nuk ka pendim për atë, dhe se dera e pendimit pas gjithë këtyre ajeteve që Allah i sjolli në Kur'an, me qëllim do thot i thirrje dhe krishter që i bëjnë idhujtarit më të mëdha, se për ta ka pendim, nëse pendon, thot Ibn Abasi, kush i dëshpron robërit e Allahut, thot ai vetëm se e ka mohu librin e Allahut azza wa jall. Pejgamberi sa na lajmëroi për një njeri që i kishte pas mbytur 99 veta dhe pastaj e mbyti edhe 100. Edhe ai kërkon të shpëtim. Ky person, pasi që i mbyti 99 veta, shpresonte rahmetin e Allahut xhel. Edhe shkoi tek një person i cili ishte murr dhe e pyeti, tha, ka shpëtim për mua? Ai i cili do të ka qenë prift, kur normalisht kur ti e di që i ka mbyt 99, nuk ka problem për ta me mbyt edhe 100, edhe ty me të mbyt. Ai çfarë i tha? I tha jo, për ty i tha s'ka pendim. Edhe çfarë bëri e mbytje edhe kët, i bëri 100. Pastaj i than, ma tregoni personi i cili është më i ditur. Edhe ja tregua një person, shkoi deri tek ai, i tha, a ka pendim për mua? Tha, kush ka mundësi që të ndërhyjë mes teje dhe mes Allahut? Askush. A ka pendim për ty? Ka pendim për ty. Tha, çfarë duhesh për me bë? Pendoj një Allah. Ku jeton? Tha, jetojnë filan vendin që njështe për mëkati gjuna. Tha, largo prej aty. Do thotë që vendi, shoqëria pas ka ndikim. Tha, del prej aty dhe shko, tha, filan vendit. I mor rrobat e veta dhe unis rrugës, erdhën me laçet. M'ja marr shpirtin. Me laçet e rahmetit edhe me laçet e ndëshimit. Pastaj filluan që të diskutojnë njëra me tjetrën, se ku anë xhenet apo në xhenem. Me laçet e rahmetit thoshin që ky person a shpendu. Me laçet e ndëshkimit thoshin që ky person s'ka bë kurrë asnjë të mirë. Allah i dërgoi një melek në pamjen e njeriu që të ndërmjetësoj si gjykas në mes tyre. Pastaj i tha, shikoni hapësirat, tokën prej ku është nis deri ku dhe ku ka mbrit, do thotë qëllimi ishte, a ka qenë më afër me laçes rahmetit apo ku? Dhe pastaj kur e pan që ka qenë më afër me laçes rahmetit, u fut xhenetin Allahut. Me transmetim thuhet që Allah e afroi njërin tokë, tjetrën e largoi dhe kështu e fitoi xhenetin. Me një version, cekët që ajo që e shpëtoi ka qenë gjoksi i tij. Pse? Se njeriu e keni pa kur ka vullnet dhe ka ambicie se ecën kështu, gjoksin përpara. Kur ecën kështu, e thuhet kur e kanë marrë, kjo pjesa e gjoksit të tij ka qenë përpara. E thojnë ulemat që kjo qartë ta bën me dije se ka qenë i sinqert pendimin e tij. 100 veta i ka mbit, po kur nuk ka dëshpëruar nga rahmeti i Allahut xhel. I sinqert pendim dhe ka qenë kjo shkaku që ta fitoje xhenetin e Allahut azza wa jall. E normalisht që pasi që gjunat e tona, ne nuk i kemi mbyt inshallah 100, po gjunat e tona janë ndoshta më të vogla inshallah. Shpresojmë e jona mbetet që ne kur mos dëshpërojmë nga rahmeti i Allahut xhel. Pavarësisht asaj çfarë gjuna janë. Edhe nëse është ajo vrasje. Vrasjet e vrasje normalisht mbi ty bien 3 drejta, 3 haqe. I pari haka ndaj Allahut. I dyti ndaj atij që e ke vrarë. Dhe e treta ndaj familjes së tij. Nëse pendosh, bie haku Allahut xhel. Nëse ata familja ta falin, bie haku familjes. Nëse ata kërkojnë shpagim, bie haku familjes. Nëse kërkojnë dëshkim, bie haku familjes. Mbetet vetëm se haku ndaj atij që e ke mbyt, nëse ke qenë i sinqert në pendimin tënd. Allahu ditën e kiametit do të ndërmjetësojë për ty me qëllim që edhe ai ty ta falish. Shkurtimisht, ajo që neve duhet që ta dim, është do të thotë që nuk ka gjuna që Allah nuk e fal, përderisa ti jeton, përderisa ti je gjallë dhe meleku i vdekjes ende nuk ta ka marrë shpirtin. Dhe e dyta është që përfundimet e robërve të Allahut askush nuk i di. Na nuk ka mundësi ta dim se filon e ka qenë, a ka shkuar në xhenet apo jo. Ne gjykojmë mbas pamjes së jashtme, mbas përfundimit sipas argumenteve që na kanë ardhur. Ne mund që themi për dikë që ka pas përfundim të mirë, që shpresojmë që ai ta kishte fituar xhenetin dhe Allahu ta kishte pas fal, kurse për atë i cili ka pas përfundim të keq, shpresojmë ose kemi frikë për atë që Allahu ndoshta e ka ndëshkuar dhe shpresojmë për atë falje dhe shpresojmë për atë do thotë maghfirat. Kjo ishte shkurtimisht do për sa i përket kësaj teme me len Allahu azza wa jall. Elus Allahu azza wa jall që Allahu na mundsojë në vazhdimsi të pendojmë me Allahu xhel. Dhe lusë Allahun që Allah të bëjë për atyre që gjuhët e tona nuk e ndalin istighfarin dhe po ashtu zemrat e tona e kërkojnë pendimin dhe lusë Allahun azza wa jall që këmbët e tona Allah të na i forcon, të uzuarit Allah të i forcon, të devjurit Allah të i uzon dhe çdo musliman dhe muslimane të gjithë të vdekur Allah të i mëshiron.